Ma bën halal për diçka. Halal Po. ki. Selam aleikum. I përshëndes ata po. Selam aleikum. Allah i Në truj. kafe së bashkë. Inshallah wa ta'ala. Selam Allah i aleikum. truj. Allah ish problem. Hoxha, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazëni të nderuar, sonte kemi përgjigjur një temë që ka të bëjë me dijen apo kjo dije kam përgjigjur dhe titullin e kam vënë kjo dije është fe, andaj shiko nga e merr fen tuaj. Kjo dije është fe, shiko nga e merr fen tuaj. Kjo është prej bazave të fesë tonë, që shumë prej dietarëve, prej shumë prej ulemave, edhe njëri prej tyre ka qenë Muhammed ibn Sirini, një prej tabiinëve, një prej gjeneratave të para pas vdekjes Muhammedit a.s. Muhammed ibn Sirini e ka thonë këtë fjalë. Jo rastësisht e përzgjodha këtë temë, sepse shumë prej grupeve të ndryshme, shumë prej sekteve të ndryshme, i atribuohen islamit dhe e dëmtojnë islamin, që nga brenda e dëmtojnë islamin. Po pejgamberi a.s. kur ka treguar për ummetet e kaluara, për jehudët dhe të krishterët, por edhe për muslimanët, çfarë ka thonë? Thot jehudët dhe të krishterët, thot janë ndarë në 71 dhe 72 grupe. Ky ummet, thot për muslimanët, do të ndahet në 73 grupe. Subhanallah. Një më shumë se të krishterët dhe se jehudët. Andaj, duhet me gjurmu cili është grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Cili është ai grup që është në ndihmën e Allahut Azza wa Jall, në ndihmën e krijuesit. Bile, një prej dietarëve të hershëm, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ka thonë, të paralajmërosh, thot, ummetin, muslimanët në përgjithësi, apo nga udhëheqësit e rrisimtarëve të cilët sjellin bidate dhe rrisin në fenë tonë, të cilët e kundërshtojnë fjalën e Zotit në Kur'an dhe fjalën e Muhamedit alayhi salatu wassalam në sunnet, apo ata të cilët bëjnë adhurime që bien ndesh me Kur'anin edhe me sunnetin dhe t'ua tregosh ummetit të vërtetën rreth tyre, kjo është obligim ijma. Ijma kanë muslimanët që e kanë obligim me fol kundër njerëzve që flasin për fe, ja atribojnë fesë islame gjëra të cilët nuk janë Kur'an e sunnet. E sa të shumt janë të tillët, fatkeqësisht. Dhe po i bëjnë dëm islamit, në emër të islamit. E lëshon një mjekër, apo praktikon islam në disa aspekte dhe bën ekstremizma të ndryshëm që i bën dëm islamit. Apo pastaj thot, sa që i kanë thënë Ahmed ibn Hanbelit, një prej dietarëve të mëdhenj të muslimanëve, me dhebi Hanbeli që thënë, apo Ahmed ibn Hanbelit, i thonë, një njeri i cili thot agjeron, i cili thot falet, i cili thot bën itikat, thot është më i dashur te këti, apo një njeri i cili flet kundër njerëzve, të cilët sjellin risi, sjellin sekte në fenë e Zotit, cili është më i dashur për ty, o imami, thojnë, o hoxhi madh, thot imami i nderuar Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu taala, nëse ai falet dhe thot nëse ai bën itikaf është më mbyll në xhami, apo në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Thot është ai këtë e bën thot për vetveten. Shiko. Domthon këtë e bën thot për vetveten. Mirë po thot nëse flet thot kundër njerëzve që fusin gjëra të kota në fenë e juaj, thot ky e bën thot për ummetin për këtë muslimanët thot e bën këtë gjë. Sepse i ruan muslimanët nga devijimet të cilat mundohet ai të fut në fenë e Zotit, në fenë islame, apo në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po bukur, çfarë do të potencojmë neve sonte që janë munduar fatkeqësisht disa prej njerëzve të sjellin disa prej thirrsave, po themi, dhe jo dietarëve, sepse ne duhet me bë dallimin vllazni mes thirrsit edhe dietarit. Çdo dietar është edhe thirrs njëkohësisht. Dietar.
ulema, alima. Mirë po gjdo thirrës në fe nuk është dietar. Thirrës mund të jetë edhe i devijuar, apo? Që nuk e një fenë e Zotit, fenë Allahut Azza wa Jall. Dhe njëri ndër ta është një person i cili në mesin e muslimanëve njihet si eskatolog, i thonë. Kush është ky eskatologu? Imran Hussein. Keni dëgjuar për Imran Husseinin? Unë shumë me emra nuk kam qef të përdori emra. Mirë, po përderisa i tilli, të tillin po mundon me pru në Shqipëri, po mundon me pru në Kosovë, apo në vendet të ndryshme, ku ka shqiptar të besimit musliman, atër na bëhet e obligueshme që ne të flasim për besimin e tij. Se çfarë besimi ka ky njeri që po i përhap bindjet e tij. Këto bindje të tija a kanë basë në Kur'an, në fjallë të Zotit dhe në fjallë të pejgamberit alayhi salam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Atiyu Allaha wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul." Thot, o ju që keni besuar, ja ledhina amenu, bindjuni, thot Allahut, Zotit krijuesit, dhe thot bindjuni të dërguarit dhe prisave tuaj. Prisat janë pushtetarët dhe dietarët, apo. Pastaj thot, nëse bini në kundërshtim njëri me tjetrin, apo, atër thot ktheuni tek Zoti në Kur'an dhe në fjalën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Jo rastësisht një prej dietarëve ka thënë, që Ibn Qayyim el-Jauziu kemi dëgjuar në zënë si Sheikhul Islam Ibn Taymiyas, thot dia është ajo çfarë ka thënë Allahu në Kur'an, çfarë ka thënë i dërguari i tij në hadithet e tija, dhe çfarë kanë thënë sahabët. Ne i themi sahabët të krishterët për Isa alayhis salam, Jezusin i thon apostujt, keni dëgjuar, apo? Ndërsa ne i themi sahabët për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj feja jon është e ndërtuar mbi Kur'an, burimi kryesor është Kur'ani, është fjala e të dërguarit të Allahut, që normalisht edhe ky nuk fol nga vetvetja, Muhamedi alayhi salatu wassalam, sepse është i dërguar si gjithë të dërguarit, sikur Isa, sikur Musa, sikur gjithë të dërguarit nga fillimi i kësaj bote që është krijuar, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar, është vule profetëve me librin e fundit i cili është Kur'ani. Bukur. Po ky person a bazohet tek Kur'ani, Suneti dhe tek gjenerata më e mire muslimanëve, sahabët? Nuk bazohet. Bazohet porse sipas kuptimeve të logjikës së tij. Sipas kuptimeve të logjikës së tij. Domethënë nuk kthehet te komenti si ja ka bërë Kur'anit dhe Sunetit sahabiu. Pse po themi sahabiu? Sepse sahabiu, shoku i Resulit alayhi salatu wassalam, ka qëndruar bashkë me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe ai e ka por Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për atë arsye, ne mostër i kemi shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse ne nuk i marrim ata gjenerata më e fritshme, më e mirë, në kohën e tij, a Resulit alayhi salatu wassalam, këtë do ta marrim? Do ta marrim një njeri i cili është pas 15 shekujve dhe shpik gjëra të cilët bien kundërshtim me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit? Jo. Ne bazohemi tek gjenerata e hershme. Bukur. Sikur i tilli, vllazni të nderuar, të bënte analiza duke mos ja atribuar fesë Allahut, duke mos ja atribuar Kur'anit fjalët e tij, do i kishim thënë që i tilli, çfarë është? Është analist. Në rregull jemi, okay jemi, kret. Por se kur ti bën analiza duke ja atribuar fesë Allahut Azza wa Jall, atëherë këtu qëndron problemi. Dhe normalisht ne duhet reaguar. Duhet thënë që kjo po bie ndesh me fjalët e Zotit në Kur'an, kjo po bie ndesh me fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe ne nuk lejojmë që fen ta merr secili person dhe të thëras në gjëra që bien kundërshtim me fenë e Zotit, sepse po i bën dëm muslimanëve kjo gjë. Pastaj thot, të udhëzuarit, çfarë apo besimtarët e udhëzuar kanë zinxhirin e transmetimit deri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam.
Feja islame ka zinxhir të transmetimit. E shihni për shembull kur hyni tek Sahihu i Buhariut apo tek Muslimi apo tek koleksionet të ndryshme të haditheve, thuhet ka thonë filoni deri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çe i bie kjo? Kjo është zinxhiri transmetues. Dhe dietarët e hadithit kanë qenë shumë strikt në marrjen e fjalëve të këtyre dietarëve apo sahabeve pa e shikuar zinxhirin e saktë. Nëse ka shkëputje, menjëherë hiqet ajo fjalë dhe thuhet apokryf. Apo thuhet do thot i dopt apo thuhet me udu i shpikur. Është hadith i shpikur dhe largohet nga do thot feja apo nga burimet kryesore të Kur'anit. Selefët kanë thonë subhanallah, thot ne sot po jetojmë thot që ka shumë dietar mesin tuaj. Dhe pak thot ka ligjërusa. Ndërsa thot do të vijë një kohë subhanallah që shumë do të ketë ligjërues, por se do të ketë pak dietar. Vallahi është sot ajo kohë subhanallah. Shumë ka ligjërues. Allahu na falt. Allahu na bëft qëndrueshëm këtë fenë Allahu subhanahu wa taala. Pak ka dietar, ndërsa thirrsat më të mëdha janë shtuar. Por se thirrsi duhet jetë urlidhse në mes xhamatit muslimanëve dhe në mes çfarë dietarit. Jo të thret të vetvetja. Duhet jetë urlidhse tek ata të cilët Allahu ka dhënë dije. Apo. Pastaj thot normalisht, përderisa i tilli ka video të shumta, apo Imran Husejni, ne vllazni nuk him tek njetet e njerëzve. Mos të keq kuptohet. Unë nuk hi tek njetet e muslimanëve. Tek secili njeri nuk futem tek njetet, sepse qëllimet i di vetëm Zoti. Unë nuk di në zemër se çfarë ka i tilli. Nuk mund t'i them ky person është munafik, ky person është kafir, është i dalur nga feja apo ku e diune. Por se unë them në ato publikimet e tij që ai i bën, këto bien ndesh me fjalën e Zotit dhe me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një prej ajeteve apo një prej ligjeve të Zotit të cilën ky Imran Husejni e kundërshton është edhe gurrëzimi. Tani ne kur po flasim për ligjet e Zotit, ne nuk po themi që duhet marrë ligjin në dorë. Siç ka ligjen Kur'an, ka dhe ligjen Bibël për çështjen e vrasjes, për çështjen e ngritjes së gjykimit. Mirë, po këto gjëra i bën institucioni shtetëror. Mos të keq kuptohet, sepse dikush nga hasetet apo inatet e ndryshme të cilat na kanë, mund t'i shkëpusin dhe thonë ky po thret në gurëzimin e njerëzve. Jo, ne po themi që ky është ligji i Zotit. Aleikum selam. Ky është ligji i Zotit, kështu potencohet në librat fetare islame, siç potencohet edhe në Bibël, në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re për punën e do thotë ekzekutimit, ata të cilët bëjnë zina apo marrëdhënie jashtëmartësore. Dhe i tilli do thot e refuzon këtë gjë. Refuzimi ndaj një verseti apo një ajeti kuranor apo një hadithi të sakt, mutawatir, e sidomos mutawatir, e bën personin që ta refuzoj fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Veç paramendon e vllazni. Me qenë parateje pejgamberi Zotit. Dhe po të thot që kjo gjë e ka legjislacionin kështu dhe kështu. Dhe ti po i thu pejgamberit alayhis salatu wassalam, kjo nuk bën. Ndërsa ai po flet me wahi, po flet me shpallje. Ndërsa ti po i thu, kjo refuzohet. Çfarë je ti atëra pastaj? Nuk çështja është shumë e rrezikshme dhe thot çfarë? Kjo çështje thot është ihtilafie, kjo çështje është mosmarrveshje mes dietarëve sikur puna e domethënë nikabit dhe puna e namazit. Ai thot po ashtu që
Dhe më thonë e refuzon për çështjen e gurzimit dhe këtu kemi 20 hadithe rreth kësaj çështje, ndërsa ky i refuzon gjitha këto gjëra. Është e lehtë vllazni me çfarë? Me lujt me emocionet e njerëzve. Është e lehtë me lujt me emocionet e njerëzve, sepse njerëzit janë emocional dhe kur i prekti në disa çështje, ata pastaj bëhen pasus të ti. Pika dytë është, thot i tilli, ka 15 vjet, thot, që mundohem me komentu një ajet në mënyrën që askush nuk e ka komentu. Që mbi 14 shekuj e kanë ditë këtë koment, ndërsa ti del edhe e komenton. Çfarë? Janë disa ajete vllazni në Kur'an, ata që kanë lexuar Kur'anin e din që ka fillojnë disa sure me Elif Lam Mim, apo? Edhe ky me kokën e vet i komenton këto ajete dhe këto shkronja. Filan shkronja thot ka të bëjë me Rusin, filan shkronja ka të bëjë me Amerikën, filan shkronja ka të bëjë me Anglinë, filan shkronja ka të bëjë me këtë dhe këtë. Ku e morë ti këto? Kush ta dha të drejtën ti të komentosh sipas kokës tënde? 15 shekuj. Askush nuk e tha këtë gjë dhe ti sot erdhe dhe the që ky ajet ka të bëjë me filan shtetin. Ku e din ti këto? Më thonë, kjo është analizë. Kjo është thjesht analizë, po mos jam vesh fes Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu e ka qef shumë me përdor lidhjen e muslimanve apo aleancën e muslimanve mes çfarë vllazni? Mes muslimanve dhe rusëve, Rusisë. Dhe jo rastësisht i tilli ka shku edhe në Serbi. Edhe RTS e ka intervistu, apo që ky Imran Husseini. Dhe ka thonë që nuk ka pas gjenocid në Bosnjë. Duke i marrë hadithet e pejgamberit a.s. ku Muhamedi a.s. ka thonë që para kiametit muslimant kanë me bo aleancë me rumët, me romakët, me rumët, me nul esfer. Kush janë romakët? Apo kundër kujt kanë me luftu muslimanët dhe të krishterët bashk, kundër një armiku të përbashkët. Që ky armiku i përbashkët është kundër muslimanëve dhe të krishterëve. Ndërsa këta kanë me bo, çfarë? Kanë me bo aleancë mes tyre. E Imran Husseini çfarë thot? Kjo aleancë thot është mes muslimanëve dhe rusëve. Përkundrazi dietarët thonë që kjo aleancë do të bëhet me muslimanët rum dhe ata janë kush për momentin? Janë Evropa. Katolikët e Evropës. Dhe kjo aleancë do të bëhet mes muslimanëve dhe katolikëve, të krishterëve kundër një armiku të përbashkët. Edhe pse Allahu e di më së miri se si sillen do të thot ato politikat para kiametit. Më thoni jep me një aspekt shumë jepzor që me pas aleancë me rusët, apo me pas aleancë me rusët, dhe për atë arsye çfarë? Për atë arsye ka të tillë të cilët na thrasin që me u bashku me serbët, me u bashku me rusët, me ku e diune këto gjëra, ndërsa neve e dim që se çfarë masakra kanë bërë qoftë rusët edhe qoftë serbët kundër popullit ton në Kosovë e 100 vjet e fundit edhe ma shumë. Pikë tjetër, akuzat ndaj ulemave tonë. Më thonë, sidomos kjo akuza ndaj ulemave tonë është akuzim, nuk është akuzim klasik, sharje dhe ofendime, por se duke thënë që dietarët tonë e din të vërtetën dhe nuk flasin, duke i akuzuar apo me një aspekt në thojza, apo e themi si frikacak, sepse nuk e thonë të vërtetën, apo a thonë jo akuz direkte, klasike, mirë po i thumbon, apo. Pastaj thot, valutat thot, subhanallah, valutat paret, apo lekët në Shqipëri dhe tek ne euro, apo dinare ma erë që ka qenë, valutat thot janë ushtria e dëgjallit. Kush e tha, subhanallah? Kush e tha këtë?
Valutat, parat, janë ushtria e Dejjallit. Dejjalli që është me një sy, apo Zoti nuk është i verbër. Ka në hadithet pejgamberit alayhi salam që do të vijë Dejjalli para kiametit. Bukur, thot duhet të rikthehemi ne tek ari dhe argjenti, siç ka qenë më herët. Po këto janë mjete vllazni. Këto janë mjete. Dhe mjetet dallojnë në rrethona të caktuara, në kohra të caktuara, dallojnë mjetet, ndryshojnë mjetet. Po ashtu, Imran Husseini ka shprehur mendimin se Dejjalli thot mund të jetë i lidhur me Britaninë. Subhanallah. Me Britaninë, Mbretërinë e Bashkuar. Dejjalli është i lidhur me Britaninë. Subhanallah. Thot, a e mbështet këtë pikpamje, duke interpretuar hadithin e Sahih Muslim 2942, i cili përshkruan një udhëtar që arrin në një ishull dhe përballet me një qenje të mbuluar me lesh. Dhe thot, Huseini sugjeron se ky ishull mund të jetë në Britani. Subhanallah, kush e tha më këta? Kush e tha këta? Ti dole tash pas 15 shekujve dhe po thuhet që Dejjalli është i lidhur me Britaninë. Po ashtu thot dita e parë e vitit që ka në hadithet pejgamberit alayhi salam, thot do të jetë Britania, dita e dytë do të jetë Amerika dhe kështu me radhë. Imran Husseini kur flet për Iranin, e ka në qef Iranin, shumë, flet thot dhe pozitën e këtij shteti, thot flet në mënyrë shumë senzacionale, duke i lavdruar, saqë me një video e keni parë që e kanë publikuar vetë ata. Thot dy liderët më të mëdhenj botror, thot janë Putini dhe thot çfarë? Thot Ali Khamenei i Iranit. Domethënë këta janë dy liderët më të mëdhenj botror që ja dojnë të mirën njerëzimit. Po ashtu, kur asnjëherë nuk i përmend emrat e ulemave kur komenton vllazni. Pasi që të komenton një ajet kuranor, nuk ndalet tek selefi apo tek dietarët që janë zinxhir deri tek Muhamedi alayhi salam, por se çdo herë do thot e merr mendimin e tij. E dini edhe një hadith i pejgamberit alayhi salam ku Muhamedi alayhi salam ka thënë, thot para kiametit, si shenjë e kiametit është vllazni që do të lind dielli prej perëndimit. Çdo herë lindja e diellit është nga lindja, apo ndërsa para perëndimit që nuk ka pendim, do thot shihet që do të vjen më kiameti, kataklizma e vërtet, thot do të lind nga perëndimi. Bukur. A di çfarë komenti jep? Subhanallah. Thot shfaqja e shteteve sekulare të perëndimit dhe kultura dhe civilizimi i perëndimit ka të bëjë me këtë hadith. Subhanallah, subhanallah. Ku e gjete o vllahta? Ku e gjete këtë koment? Do më thonë vetë se ka ardhur ky hadith. Po mirë, ky hadith dhe potencion se në momentin kur lind dielli nga perëndimi, më nuk ka pendim. A ka pendim, o Imran Hussein? Tani a ka pendim? Nëse një person bën gjunoa sot, a ka pendim? A është koha e pendimit? A mund të pendohet një person? Ti po i bjen për i godet. Sa njerëz po i godet të cilët pendohen. Sepse në hadith ka në momentin kur lind dielli nga perëndimi, më mbaroi çështja, nuk pranohet pendimi. Sepse ky po thot, me shfaqjen sekulare të shteteve evropiane në perëndim, i bie se po lind atje, do të thotë civilizimi perëndimor është ky hadith. Ky është gabim me mendu kështu. Mënyrë të qartë do të lind dielli. Dielli siç është, i rumbullakët do të lind nga perëndimi dhe secili do t'i besoj kësaj shenje të kiametit. Po ashtu, bën analiza të çuditshme. Thot, do të sulmohet ky shtet, pastaj shteti tjetër do ta okupoj këtë dhe atë shtet dhe këto gjëra do të ndodhin kështu dhe ashtu, kërret sipas analizave, nafta do të rritet, apo do të ketë shtrejtësi, gjitha këto gjëra i bën formë analize dhe në fund ja atribon fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Do me thonë, çështja është shumë serioze dhe nuk është hajgare me këtë gjë. Po ashtu, shohim analiza fantome dhe të fshehta, ku thot, siç tham, do me thonë se filan shteti do ta sulmoj filan shtetin e kështu me radhë, po ashtu edhe një hadith po e potencojmë që Imran Husseini e komenton sipas logjikës së vet,
ku Ebu Hurera transmeton radiallahu anhu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk do të vi kiameti derisa thot Eufrati thot të nxjerr një fjalë me flori. Thot dhe njerëzit të luftojnë për të. Flori, ka me dal një flori. Para më do pasunie madhe, subhanallah. Kjo është shenjë e kiametit. Thot nga çdo 100 vet kur të shkojnë se secili ka me tentu për me marrë flori. 99 veta thot do të vriten dhe çdo njeri do të thot ndoshta unë jam ai që do të shpëtoj. Po këtë kanë mu mbyt aty. Dhe Imran Huseni këto hadithe i komenton se kanë të bëjnë me naftën dhe jo me arin. E fut logjikën në këtë pikë. Andaj çështja nuk është hajgare, nuk është shaka. Dietarët, hoxhallarët tonë, me dekada të tëra, kanë bërë davet në këto troje, duke ja mësuar muslimanëve Kur'anin dhe Sunnetin, sipas gjeneratave të mëparshme, gjeneratave të selefit. Dhe më quti tani, gjitha këto gjëra, me na lidh neve me shiat, me besimin e tyre që kanë idhujtari, me besimin e tyre që thonë se Kur'ani është i mangët, me besimin e tyre të cilët e akuzojnë gruan e pejgamberit alayhis salatu wassalam, me gjëra idhujtareske, me gjëra të tjera të cilat thonë se imamët e tyre janë të pagabushëm, që kjo në fenë islame është dalje nga feja. I pagabushëm nuk janë as pejgamberët e Allahut, por se janë të mbrojtur. Kur ndonjë gabim e bën një pejgamber i Allahut, Allahu e korrigjon. Ndërsa ti të dalësh sot apo më herët dhe të thuash se imamët tonë janë të pagabushëm, kjo bie ndesh sepse ka shejtëri të njeriut. Ne në fenë islame nuk i shejtërojmë njerëzit. Allahu këndon e përzgjedh kë, i përzgjedh profetët e tij. Ka përzgjedh Nuhun, Noan, e ka përzgjedh Mojsiun, Musën, e ka përzgjedh Isaun, Jezusin, e ka përzgjedh Muhamedin alayhis salatu wassalam. Është Allahu azza wa jall që i përzgjedh. Ne nuk i përzgjedhim për t'i bërë të shenjt njerëzit, sepse shejtëria i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjithë këtë mund të hoxhallarëve që e kanë përhap fenë Allahut subhanahu wa taala, që e kanë tregu hak në mënyrë të vërtetë fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhis salam, tash muçu dhe me pru njerëz, me sjell njerëz në Shqipëri, në Kosovë, në trojet tona, që me rënu këtë besim, nuk do ta lejojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur po themi nuk do ta lejojmë, ne nuk kemi fuqi ekzekutive, po themi nuk do ta lejojmë, do të flasim për devijimet e tyre që me rujt fenë Allah dhe me rujt muslimanët nga çdo person që mundohet të sjell trazira. Nëse dje në vitin 2014, 2013-14, ISIS-i i bënte ato sulme, i bënte tekfir, i bënte të dalur nga feja muslimanët, i sulmonte ulemat dhe dietarët tonë, në mënyrën më të ashpër kemi reaguar ndaj tyre. Të njëjtën gjë do ta bëjmë ndaj çdo personi që mundohet me sjell devijime në fenë tonë, në fenë Allahut subhanahu wa taala. Kjo fe madhështore nuk pranon njerëz të cilët nuk ju dihet prapavia e tyre, backgroundi i tyre. Ne do të flasim dhe i lus edhe hoxhallarët tjerë, edhe thirrsa tjerë të flasim për këto gjëra, të arrujmë popullin ton, të arrujmë sigurinë e vendit ton, të mos ketë trazira në vendin ton. Sepse me një vend vllazni, kur ka siguri, kur ka paqe, ti adhuron Zotin në mënyrën më të mirë. Kur nuk ka paqe, alhamdulillah në Kosovën tonë, në trojet tona, thirret 5 herë ezanin ditë. Kërkush nuk të pengon. E adhuron Allahun subhanahu wa taala, sillu mirë, edhe me ata të cilët janë kundër teje. Tregoje, kjo është e vërteta sipas te që ti mendon se është e vërtetë. Dhe thirr edhe tjetrin, ballafaqoj argumentet dhe prapë qëndrojmë lekum dinukum waliyadin.
ti ki fen tënde, unë e kom fen time dhe vazhdon do të thot jetesa në këtë botë kështu derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, shhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nëse keni ndonjë pyetje, do të mundohemi ato çka e dim prej fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ju shpërbleft. Allahi të shpërbleft hoxha Ergen. Amin. Ti shumë e mira qëllume. Enes këti kontrolloj habibi jam komentet, unë i kam do pyetje privati po mi tërgojnë.